Banorët e fshatit Sheprat në Vlorë, të njohur për mikpritjen, bujarinë dhe traditat e tyre, ndihen të braktisur nga pushteti. Ata që kanë zgjedhur të mos largohen në emigrim, i janë përkushtuar tokës dhe buqësisë, por përballen çdo ditë me vështirësi të mëdha. Fshati ka të rinj që kanë lënë emigrimin dhe janë kthyer në tokat e tyre, duke shpresuar se mund të ndërtojnë një jetë më të mirë në vendlindje. Por realiteti është i ashpër. Prodhimet e tyre shpesh mbeten pa ushitur dhe kur i çojnë në tregun e Vlorës. Në shumë raste, ata nuk arrin të nxjerrin as lekët e rrugës dhe pagat minimale që u japin punëtorëve. Pavarësisht mundit dhe përkushtimit, banorët e Shepratit nuk marrin subvencione dhe nuk gëzojnë asnjë mbështetje konkrete, ndërsa disa përfitojnë fonde përmes lidhjeve politike. Ata që punojnë realisht tokën mbeten jashtë vëmendjes. I fshatit Sheprat. Ne jetojmë në fshatin Sheprat me bujqësi. Bujqësia, sidomos këtë vit një ka qenë katastrofë. Jo për të mbijetuar, po katastrofë. Nuk kemi marrë dot lekët që kemi hedhur në tokë. Çdo gjë që kemi çuar në treg e kemi sjell prapë mbrapsh. Pra nuk ka shitje. Nuk ka shitje fare. Të gjithë premtojnë e dëgjojmë nëpër televizoret, këta televizoret gjuna, të themi televizor publik, këta janë të gjithë më të shumti të shitur. Ne nuk jetojmë dot, nuk mbajmë dot fëmijë, do i çojmë në shkollë. Shtetit nuk i kërkojmë, as na të çojnë në punë, as një gjë, vetëm kushte për të punuar, të çesim mallin tonë. To nuk i kemi. Çfarë mund të bëjmë ne tani? Ne pesë që kemi ngelur këtu, duhet të ikim me ne dhe fshati mos ketë më. Ketë vetëm pensionistat, tu jap Edi Rama. Se gjë tjetër nuk ka. Ne ngrihemi që në 2:30, vemi në treg. Na njëherë vjen edhe ca tatimora, ça janë atje na përzon. Ne niptin e kemi, kërkojnë edhe fatura tjera. Ku do i gjejmë faturat ne? Ne nuk dim ku të gjejmë. Kujt i ankohemi. Vetëm gjoba dim të marrim nga këta. Ne gjithë behalin prodhojmë nga gjitha domate, spec, parxhane, sallator, kungull. E çojmë makinën plot dhe nuk arrim të marrim dot 100.000 lekë. Që ti ndash në produkte ato, s'ngelet asgjë. Në ato që kemi hedhur. Pa vlerësuar djeshtën edhe punën tonë. I jep ai subvencionet as 100 lekëshe. Ja, të veja i të kontrolloj 100 lekëshe. Subvencionet i marrin ata që rinë të lokali dhe i çojnë lekët në xhep atit. Administratorit apo kush është atje. Ne që punojmë, nuk vin shikoj ai kush punon. Ai vin shikon ata që i çojnë atje. Ato që do ai. Është Kosova 20 vjet shtet dhe merr 5% buxhetit. Shqipëria nuk merr as 1%. AZPR-ja ç'a janë këto, i vodhën gjitha, i bëri vila ai. Sureli atje, me shok. Na vjen keq se kemi hedhur gjithë to lek, gjithë to investime, 25 apo 30 milion lek tubo e plasmase sera dhe mos i digi gjën kot, prandaj kjo na mban shpresa. Po çfarë mbështetje s'kemi fare, prodhim bën bujqësia në fshat edhe nuk del vlera e punëtorit e forcës atij e të tëra. Tani e merr tregtari nga tjetër na ne që prodhojmë edhe e jep sa u do qefi. E dalim me humbje. Ja, kjo është aty të keqë nëna, çfarë them? Kemi dalë me humbje këtë vit? Po kemi dalë për i bret jemi. Po lodhja fshatari e pinë, se kush e pinë. Ne e paguam të shketët. Kështu të keqë nëna do shteti të vërdor për produsin e për bujqësin, për çdo gjë. Çfarë të thot nëna? Po tani ajo dihet se shikohet vetë. Unë jam 65 vjeç edhe punoj atë keqen. Dhe vazhdon punon akoma. Po punoj se s'më del pensioni. Pensioni është për i bret. Qa 160.000 lekë marr korba? 100 më merr burri që është me diabet me ilaçe, unë vetëm ilaçe s'ja dal me burr që kam sëmur. Po për ilaçe atë keqen nëna, se tani sa do rrojmë ne që të hamë të ngopim barku. U ka ta ndih keq Shqipëria, nuk e ke iden. Banor mund dua që këtu të bëhen sa më mirë për këta fermerët, të ndihmohen. Të që janë ato subvencionet që këta po ripen, janë me punë. Këti si dhe llogaria se paguan punëtorët një. Se punëtori nuk të vinë pa 30.000 lekë, pa 20.000 lekë, pa 10.000 lekë, pa 15.000 lekë. Unë që i paguajnë këta, po që ky vetëm të bredhi, ky të mjell ugaret, s'ka problem. Traktori po i bie të lëvrekti, sa i do mendja ati. Po 5 veta janë këtu që merren me bujqësi. Mos shikoni se unë jam moshatar, jam pensionist. Bujqësia mbështetje ka, por nuk jepen. Nuk jepe, pa si mbështetje ka, s'marrim asgjë. Po ka mbështetje, po ku janë? Se ne nuk marrim gjë si fermerë. Asnjëherë. Edhe po të vesh atje për të, jo hajde sot, jo hajde nesër, jo ke këtë, po s'ke atë që të thuash nani diçka juve që të na jepni. Ata aq janë. Vetëm për 1 kuintal naftë apo për 50 kg naftë. Mua aq më bën të lë punën, të lë të gjitha. Po nuk i di Edi Rama këto thotë
që thot denoncoj. Denoncojmë, të shikoj këta kryetarët e komunës çka ka, që të vë diçka një njeri tamam, që të viti shikoj kush punon në bujqësi, se dihet kush punon në bujqësi. Se ti marrin subvencionet ata që punojnë, se ti marrin ata që bredhin e shtypin njerëz. Unë jashtë kam qenë në Itali dhe jam këtu. Pishmët s'kam bërë se punojnë në vendin tim, po. Të punoj të kur s'kem mbështetje çfarë do bëjmë? Të duhet të na mbështes shteti. Nuk ka gjë në këta kryetar komune çka ka, gjithë vetë të marrësh dot asnjë gjë. Çeprati mbetet një fshat i gjallë, fal atyre pak banorëve që nuk kanë braktisur, por pa mbështetje rrezikon të boshatiset edhe më shumë. Ky është një apel për drejtuesit që të shohin realisht sakrificën e njerëzve të thjeshtë dhe të ndihmojnë ata që mbajnë gjallë bujqësinë.